Në të gjitha ato qendra ku është numrimi dhe mos përputhjet, vetëm kanë filluar, domethënë ato sipas KQZ-s, dhe ne presim që nga vendimi i KQZ-s të varet pastaj edhe hetimet në mbar vendin për keq përdorim të votave apo mos përputhje të votave në krahasim me ato të cilat janë numëruar në qendrat komunale të numërimit në raport me qendrën e numërimeve në nivel vendi. Prandaj, unë si koordinatore nacionale jam duke përcjellur me seriozitet dhe prioritet të shtuar procesin e rinumërimit të votave dhe në momentin e grumbullimit të informatave të nevojshme dhe të cilat ndërlidhen me veprën penale nga procesi zgjedhor, të gjitha ata të cilët kanë cenu vullnetin e lirë të qytetarëve do të përgjigjen penalisht. Ka material apo shembuj konkret të mjaftueshëm për ngritje të kallëzimeve penale dhe dikush të marrë përgjegjësinë me dënim nga këto raste që kanë ndodhur me tjetërsim të vullnetit të qytetarëve pra manipulim të votave? Po, unë e thash edhe më parë që ne jemi në grumbullim të gjitha informatave dhe të gjitha provave dhe pas përfundimit të marrjes së provave dhe informatave të caktuara dhe pas përfundimit të numërimit dhe rinumërimit të votave për të cilat jemi duke folur, do të veprojmë në kuadër të ligjit. Se pak me vonesë keni reaguar, u vlerësua se është dashur qysh ditë më parë të reagonit, të përshpejtonit këtë proces. Përveç një iniciative që kishte kryeprokurori i Prizrenit, zoti Kryeziu, nuk kishte një reagim nga ju apo përgjithsisht nisja e hetimeve? Unë nuk mendoj se jemi vonu me reagim, me qenë se ne kemi pritur që të numërohen të gjitha vendvotimet, e pastaj të fillohet me hetime. Nuk mund të filloj me hetim pa i pasur të gjitha provat. Prandaj, procesi i rinumërimit në disa komuna tani ma ka përfunduar, prandaj edhe është ky reagim me kohë, konsideroj nga ana e prokurorisë së shtetit. Po prishet integriteti zgjedhor apo jo, zonja Pula, sipas juve? Ata do ta shiqojmë pas verifikimit dhe pas rezultateve të marra, pas hetimeve. Falenderoj shumë për këtë lidhje. Mirë po nuk do të mbet asnjë komunë pa u hetuar aty ku ka mos përputhje të rezultateve. Varësisht nëse KQZ-ja vendos që të rinumërohet, të shkohet në rinumërim të përgjithshëm që konsiderohet që është i pashmangshëm apo jo, e vendos KQZ-ja, nuk e vendosim ne. Ne në ato vende ku kanë marrë vendim që të rinumërohen votat, aty vetëm kemi reaguar. Që të monitoroni nëse shkojmë në zgjedhje prapë? Nuk me keni dëgjuar, siç duket.